Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim. E në fakt, redaksia e emisionit Pa Gjurmë ditën e sotme do silli në fokus historinë e një 53 vjeçare me emrin Florika, nëna e 3 fëmijëve. Fatkeqësisht nëna e 4 fëmijëve, por vajzë në moshë madhore 25 vjeç që ka humbur nga kjo jetë vetëm përpara disa muajve dhe ka mbetur nëna e 3 fëmijëve. Ndërkohë Florika ka qenë me mua në studio përpara disa ditëve dhe ka treguar jetën e saj të vështirë. Dhunën barbare të ushtruar nga ish partneri, divorcin e saj dhe në fund të atij programi, ish partneri i Florikës, Safet Gega, reagoi nëpërmjet një lidhje telefonike dhe kërkoi një përballje këtu në studion e emisionit Pa Gjurmë. Por për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur atë mesditë kur Florika, 53 vjeçaria, ishte me mua dhe tregoi momente vërtet të trishta të jetës së saj, unë dua të prezantoj një kronik që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi. Ka histori që të ndalin frymën, ka nëna që edhe pse janë coptuar nga dhimbja, gjejnë forcën të qëndrojnë në këmbë vetëm për fëmijët e tyre. Një prej tyre është Florika Kompula, 53 vjeçë nga Porrenjasi, një grua që ka kaluar një jetë të tërë mes dhunës, sakrificës dhe humbjes, por që ende gjejnë forcën të buzëqesh. Florika u martua e re, plot ëndra dhe besim se dashuria do të ishte stres sigurt, por jeta nuk e kurseu. Për 30 vite martesë, ajo jetoi në hijen e dhunës, frikës dhe fjalëve që e lëndonin më shumë se çdo goditje. Florika para disa ditësh ka rrëfyer historinë e saj në emisionin Pa Gjurmë, një histori që ka prekur zemrat e të gjithëve, një nënë që për vite me radhë ka jetuar në dhunë, frikë dhe mungesë dashurie. Ajo tregoi se ish bashkëshorti ka thënë vajzës që ka ndërruar jetë se nuk ishte vajza e tij, nuk i qëndroi pranë asaj në momentet më të vështira dhe madje nxorri jashtë nga shtëpia. Vajza me çfarë u diagnostikua, me çfarë sëmundje në stomak? Me kancer. I ati asgjë su përgjigj fare. I thoshe gjithmonë, ti nuk je goca ime, ti nuk je fëmija im, ti nuk je, gjithmonë e shante, bullizonte, bënte. Dhe kur e çuajnë ke shtëpia që shkonte atje me gocën e vogël, ai ma nxerte jashtë, thoshte ik nuk keni shtëpi këtu. Florika rrëfen se si e ka dhunuar atë dhe fëmijët, duke i lënë për vite me radhë të pasigurt dhe me frikë. Sipas saj, ai nuk paguan asnjë detyrim për vajzën e vogël, duke kthyer shpinën çdo përgjegjësie prindërore. Ai nuk u ndryshoi. Fare, akoma sa vinte dhe akoma më shumë shante, ofendonte, vinte dorë me mua, me kalamajt. Ai ka dhunuar dhe fëmijët? Po thosha, mase do ndryshoj prap, po njëjtë. Unë gocën e kam lënë aty. Kurse ai detyrimet e gocës nuk ka paguar fare. Kur e takon i jep 20.000 lekë. Goca i ka shkruar pra babi, më jep detyrime se mami nuk munden, nuk ja jep. Në emisionin e kaluar, ish bashkëshorti u shpreh se do të vinte për të përballur me ish gruan, pasi sipas tij, asgjë nga ato që ajo kishte thënë nuk ishte e vërtetë. Këto fakte në qoftë se ekzistojnë, unë jo pa gjyqje, po pa detajt. Pse nuk vjen edhe mund studiet balla kjo që më thon përballë? Kur të dushte. Kur të duash ti? Kur të doja ai, unë jam e gatshme. Atëherë kur të duash, unë do të pres, të vish në këtë studio. Në fakt, ky ka qenë momenti kur ish bashkëshorti 54 vjeçares Florika me emrin Safet Gega në fund të programit në një lidhje telefonike kërkoi që të ishte në një përballje me ish bashkëshorten e tij. 53 vjeçaria sot ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Florika, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe shumë faleminderit që më bë prapë pjesë e këtij emisioni. Ne mbyllëm emisionin e parë të dyja së bashku, momentin kur ish bashkëshorti juaj, babai i 4 fëmijëve që keni sjellë në jetë, kërkoi që të ishte përballë jush. Dhe e prisjan që të vinte, po nuk erdhe, se s'ka çfarë thoj, se është e vërteta. Se nëse ai unë do gënjej do përballej, do ulshej me mua. Për të qenë sinqert, ditën e sotme ne kishim lënë ditën që të zhvillohesh ky emision në këtë transmetim live, ishte njoftuar dhe zoti Safet, i cili ra dakord dhe do vinte. Në momentet e fundit ai ka dërguar një mesazh në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe ka thënë në pamundësi nuk dua që të jem përballë ish gruas time. Po pse? Fizikisht. Ta tregoj të vërtetën. Por në lidhje telefonike dhe në lidhje të ndryshme jam i gatshëm. Ka shkruar në mesazh, por jo të jem fizikisht. Arsyet nuk di t'i them, por di të them që në një telefonat që unë kam pasur me të përpara 2-3 ditëve, ka qenë i sëmur. Ndoshta shkaku që mund të ketë probleme me shëndetin. Nuk e di, mbasa, nuk e di.
Pas gjithë këti transmetimi, a i të ka telefonuar, Ja, por fëmijët e vetë ja, fare. nuk ka reaguar. Nuk ka reaguar fare. Unë jam shumë e sigurt dhe 100% e sigurt që Safet Gega është duke na ndjekur sot, sa ai është njoftuar për programin, e di që jemi në këtë transmetim dhe vajza juaj e vogël, ma kujtohet dhe njerë sa vjeç është? 11. Vajza 11 vjeçare, mos ja bëjmë publik emrin, kur erdhi sot në ambientet e Report TV, erdhi me një letër në dorë. Pa, e ka shkruar mbrëm. E ka shkruar mbrëm në darkë? Pa. Ma dha atë letër dhe më kërkoi fillimisht që unë ta lexoja live letrën e saj që babai ta dëgjonte. Pa, se e dishim se do vinte këtu. E dishim se do vinte dhe e jati këtu. Ai vërtet nuk është këtu, është në koltukun e tij, në shtëpinë e tij, por unë dua në këtë momente, duke ditur që vajza është e vogël, ne munduar të mbulojmë imazhin e saj, dua t'i jap momentin që ajo lexon vetë letrën e saj dhe i drejtohet emisionit pa gjurmë me një mesazh të fortë për babain e saj. E ndjekim dhe rikthehemi. Përshëndetje teta Odeta, unë do kisha shumë dëshirë që do të fjalë të gjithoj me zë, por nuk mundem. E kisha më të lehtë të shkruaj në një letër. Unë jam 11 vjeç, po arrim të kuptoj shumë mirë gjërat. Unë do të doja shumë të kisha një familje të bashkuar e të lumtur, por kjo gjë nuk ndodhi kurrë, sepse mami im ka vojtur shumë nga babi. Edhe pse isha e vogël, isha prezente nga ofendimet e shajit të babit. Edhe sot kësaj dite, më kujtohen lotët e mamit. Tani ata janë të ndarë. Mendova se do ta shikoja mamin të lumtur, por prap ai vazhdon ta shajë për mesazhe. Edhe unë kur flishe në telefon, prap e ofendonte mamin. Në gusht të 24-s, me motrën time të ndjerë, kemi qenë në shtëpi e babit. Babi e ka ofenduar motrën time. I ka thënë motrës mbyllë rrugë, e shante, ofendonte, dhe atë ditë e ka nxjerrë motrën nga shtëpia. Ajo ditë ka qenë dita e fundit e shtëpia e babit, sepse motra ime me 18 mart 2025-s dorëzoi jetë në një sëmundje të pashëndueshme. Atë ditë kur mami ishte e ftuar në emisionin pa gjurmë që ka kërkuar të drejtat e mia, kur jam prerur nga komentet e Kostës së Xhaxhit, ku përmend motrën time të ndjerë. Sa herë që lexoj emrin e saj në komente, më del zemra. Ajo është një engjëll e nuk e meriton ta marrë në gojë. Sot e 6 vite nuk kemi pas komunikim me Kostën së Xhaxhit. Ai nuk ka të drejtë të përmend motrën time e familje. Nuk përbën për përmendje, por më ka bërë një lumë psikologjike, në të cilët unë me motrën time kam qenë shumë e lidhur. Vetëm dikush që ka humbur një motër e di dimën time. Më mungon buzëqeshja për shëtimin e saj. Sa herë që vija nga shkolla, më thoshte erdhe se me motrën nga shkolla, çdo gjë e bëja me motrën time. Këndoj, kërcej, vizatoje, por edhe luteshin bashkë në dhomën, sepse motra ime ishte një besimtar në Zot. I lutem Kostës së Xhaxhit të ma lejë motrën time të qetë atje ku është. Asnjë ma shumë nuk ma shkruan librin time. Të lutem teta Odeta, nëse më mundesh lexoj këtë letër se kam të thënë të vërtetë. Nëse lexon do bie më e qetë. Të dua shumë teta Odeta. Lar Vlerësa. Në fakt janë fjalët e vogëlushes e cila lexoi këtë letër, duke drejtuar babait të saj Safeti dhe sinqerisht jam prekur nga fjalët e saj. Një 11 vjeçare që i mungon familja, çdo fëmijë në botë kërkon që të ketë familjen e shëndetshme, të jetojë me nënën dhe babain, Është vërtet. por ajo përshkruan momente të trishta që ka kaluar. I ka shkruar vetë, ashtu siç e ka dëgjuar, siç e ka menduar, ashtu ka qenë vetë prezente. Siç e ka shkruar vetë letrët. Dhe fëmijët kur janë prezent në dhunë, shikojnë me sytë e tyre se si babai dhunon nënën, kjo është shumë e dhimbshme. Ai e dha deri, po dhe tani që jam ndarë, prap ofendon, prap shan njerëzit e mi. Prap është i njëjti. E dashur Florika, ti ke ardhur këtu sot për herë të dytë, se kërkon të ishe përballë ti. Edhe do isha dhe shumë ma shumë të isha përballë atia, se do i tregoj, sa atë ditë nuk kam treguar dhe shumë atë, jam drojtur, do ja tregoj edhe më shumë të vërtetën, si akoma më tepër. Unë do e telefonoj zotrin për ta patur në një lidhje telefonike, për ta mirë kuptuar, ndoshta
nuk do të përballet apo është smur, ai nuk dha një arsye, por ta kemi zotin Safet, i cili premtoi dhe kërkoi që ti ishte përballë ish gruas së tij, Florika, e cila e akuzoi për dhunën. Urdhëro. Zoti Safet, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Odeta Dume, gazetare e emisionit Pa Gjurmë. Po. Në fakt, ne sot kishim lënë të takoheshim në ambientet e Report TV, ku ju vetë kërkuat që t'ishit përballë bashortes, por na dërguat një mesazh që u troqët dhe refuzuat të ishit. Jam në Maqedoni të Veriut. Okej, për shkak se je larguar, je në Maqedoninë e Veriut. I dashur Safet. Allo. Safet, më dëgjon? Po, shumë pak gjej, me zhurmë. Unë ju dëgjoj shumë qartë në fakt dhe nuk kam zhurmë në ambienti ku ndodhem unë. Unë jam në një studio dhe nuk kam zhurmë këtu, nuk jam në teren për jashta. Unë jam sot me ish gruan tuaj Florikën, e cila e mbajti fjalën dhe erdhi. Ju më thatë... Nuk të ngjej fare. Tani më dëgjoni? Po. Më dëgjoni qartë, zoti Safet? Të më dëgjoj. Atyre, Nëse po më dëgjoj. ju më thatë që kam dhe unë versionin tim për të treguar, duke hedhur poshtë të gjitha akuzat që Florika ish gruaja ngriti ndaj jush. Po. Mund të na tregoni versionin tuaj, do të thotë çfarë ka ndodhur? Një grua që vjen në një studio, nën e 4 fëmijëve, të akuzoj ish burrin për dhunë, unë nuk mendoj të jetë e marrë dhe të gënjej, të arrit deri në këtë pikë hakmarrje sa të shpiki për ish burrin. Në gjë se shpuna. Unë du të vinë atje. Jo, po ne të ftuam dhe ti nuk erdhe, ne tani ti jemi transparent, unë të tregohet për çfarë nuk kam marrë. E qartë, e mirë kuptojmë, je në Maqedoninë e Veriut, nuk vjen dot. Po. Atere, këtu kemi përballë gruan tënde. Ju e keni dhunuar gruan tënde, ju ka akuzuar, më ka dhunuar. Asnjëherë. Mirë. Po Florika, mund të flasësh. Kur ka marrë gocën, Asnjëherë. gocën e vogël, 7 mushe, jam larguar, me çfarë më ka dalur ke rruga? Çka ka pas ke dora, më ka thënë kthe se do të vras me gjithë gocën. Do se ka marrë më guxim të largosha. E dëgjoni? Nuk e ndëgjoj fare. Atere, Safet, të lutem, do të marrim nga një numër tjetër që mos kemi probleme dhe të na dëgjosh qartë. Regjia të më ndihmoj, ta marrim zotin Safet. Ndoshta për shkak ai e tha, arsyeja është që jam në Maqedoninë e Veriut dhe ky është arsyeja që anulloi transmetimin e sotëm. E mirë kuptojmë, ndoshta mund të jetë larguar për çështje pune, për çështje të ndryshme. Punon. Punon. Ju e faktoni që ai punon. Punon. Dhe për shkak të punës që ka, nuk mund këtë ardhur në transmetim dhe e mirë kuptojmë këtë pjesë. Por, ai vazhdoi këmbguli që unë dua të jem përballë dhe dua të vi aty. Pse s'erdhi? Zilen ta kem në transmetim, regjia, ju lutem. Le ta lindë punën, le të vinte, se veta do vinë përballë, le të vinte. Mos gënjej. E gatshme për të qenë përballë ti, sepse ai gjithë problemi më i madh nga ju është që ju vazhdoni ende të kërcënoheni nga ai person. Para pak ditësh më ka shkruar lavire. Pse? E kam mesazhin në telefon? E kjo është e rëndë. Ja, kjo është. Sa të na përgjigjet, zoti Safet, kalojmë në një këshill mjekësore dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer të dashur miq dhe jam në studio me Florikën, 53 vjeçare, nënën e 4 fëmijëve, e cila ka akuzuar ish burrin e saj Safet Gegën për dhunë dhe mbi të gjitha për kërcënime edhe pas divorcit të tyre. E kemi Safetin në një lidhje. Safet, uroj të na dëgjosh më qartë. Po. Atere, Florika, po, mund t'i drejtohesh ish bashortit. Kur jam larguar me gocën e vogël 7 mushe, me çfarë më ke dalë ke rruga, çfarë më ke thënë? Asgjë. Po, më ke dalur me një thik në dorë, edhe më ke thënë ktheu se do vras të dyja. Jo. Gocën e madhe, pse që e mban ben, unë gocën e madhe e merr dhe në telefon tani, e ke varur 2 herë me kokë poshtë. Pse e ke varur? Nuk është e varur. Po unë për këtë kam dëshmëtar. Po kam dëshmëtar. Në nëstime që ka ardhur në ditën e Bajramit. Në rregull. Pse e ke përmbysur sofrën? Ne dëshmëtar përballohemi dhe mund të flasim. Po pse si ishe sot? Pse nuk ishe sot? Pse? Vajte për punë. Vajte për punë të punosh. Nuk kam qenë të bëj video për momentin ku jam. Nuk më interesojnë videot e tua. Më intereson se sa herë të përballesh me mua. Pse nuk erdhe?
Pse ke frikë të tregosh vërtetën, tregoj që të kam dalur me thik, tregoj vërtetën. Ka qytet du të ke frikë vërtet, për arsye se bese në kohën 2 lëvizje që ke bërë ti dhe 2013 dhe 2019 të hëngë kemi nga bukë bashkë, zoj. O, të lutem shumë, pa një jave, pse më the lavirë në telefon, të lutem shumë, pse më the lavirë në telefon. Safet, i dashur Safet, nuk është normale, i dashur Safet, që me gruan je divorcuar, është ish tashmë për ty, nuk është grua, është ish, dhe ti të dërgosh një mesazh me një fjalë ofenduese. E kam mesazh, po, e kam këtu. Por unë nuk besoj që është momenti dur që të marrë telefonin dhe ta bëj publikisht atë mesazh dhe numri është i njëjtë. Me numrin që unë po flas me ty është i njëjti numër. Dhe kjo nuk është normale që ne ta bëjmë në një transmetim live. Prandaj po të them, për çfarë do t'ja dërgosh ish bashkëshortes tënde këto mesazhe kur ju jeni ndarë? Mesazhon këtë nuse ose ofenduese? Po, e kam telefon, më ke thënë lavire. Ku? Jo, kam edhe telefonat këtu. Edhe në telefon kam. Unë s'ko prish asnjë mesazh. Asnjë mesazh nuk jam prish në kohë që ke lëvizti, ke ikur, ke vajtë në gjykat ai para një muaj. Të lutem, dëgjoj. Avokatin e ditë që avokati pati, avokatin tim e bleve ti, se avokati im më thoshte jo bashkohoti me të, e bleve. Thuaj të vërtetën. Thuaj të vërtetën se e bleve avokatin. A i ka thonë vetëm të vërtetën. Pastaj unë nga ty kërkoj detyrimet e gocës, edhe mos më shaj, mos më fendo, as mu, as familjen time, dhe as kalamajt. Të kërkoj. Ti një që kërkoj, e zjodhe vetë. Ne ditë në pasi të lagoshe ditën e të kemi shkuar, kemi marrë ushimet bashkë në po ne nuk flisim bashkë, ne nuk shkonim bashkë, ne nuk flisnim, ne nuk rrinim një dhomë, qa po thuare? Të lutë të rëgoj djesë, se mi nuk se serdhe këtu të me dhoje këtu për balë? Se serdhe këtu? E di ku e qove? Të lutem shumë se serdhe këtu. A di ku e qove sus në vogël, atë dytën se mi letë, njën... Safet, i dashur Safet, i dashur Safet, të lutem, i dashur Safet, sa muaj keni që jeni divorcuar ligjërisht? Ligjërisht, 2 vjetë. 2 vjetë që ligjërisht jeni ndarë? Jo, 2022-shen. Jo. Sa vite je? Po i bje 2 vite e pak, muaj, 3 vite. 2022-2025 jemi tani. 3 vite. Atëre, të lutem, Safet, keni për afërsisht 3 vite që jeni ndarë. Gjykata të ka vendosur një detyrim ushqimor. Në këto 3 vite, e ke paguar, Safet? Jo. Por pse nuk e ke paguar? Po të në gjështë tani. I kam shkojtë mesazh kërkoj djesë. I kam shkojtë mesazhe shumë era më që çutës i kam dhënë. Domthon, qëtë vjetë në korrik, ka qenë një festë ku ajte ka goa tutin të mund tutin se ka pas asnjë ditë për vetë ditë bajami që ka qenë në Progares ka marrë vërnojën edhe Safet, të lutem. A keni një numër llogarie? I kam thënë të hap numër llogarie, më ka thënë unë do vazhdoj që në këtë moment dhe nesër nuk kam lekë, nuk pija. Ka mesazhin telefon. Safet, të lutem. Nëna mund të hapi një numër llogarie dhe atë detyrim që ta ka vendosur gjykata, ti mund ta hedhësh në numrin e llogarisë. I kam thënë. Më ka thënë nuk kam lekë për t'i paguar, mesazhet e kam këtu. I kam të shkruajtur mesazhet këtu, kam thënë. Po mimo, ka 3 vite, 3 vite tani, të lutem, nuk është 1 muaj, 2 muaj. Ajo vajza juaj në këto 3 vite nuk ka nevojë të hajë dhe të ushqet, të gjithë detyrimin e ka nëna? Ajo ka dhe një baba. Unë nuk e di nëse e dëgjove letrën e vajzës. Unë, a ka minuta, s'ka minuta njërë, për të folun. Mos në ndërpresht. Jo, unë nuk të ndërpresht, por ama na kthe dhe përgjigje. Po, do të kthe dhe përgjigje. A je i gatshëm, më kthe përgjigje. A je i gatshëm ti të pagosh detyrimin ushqimor? Unë i kam dhënë çutës sa ka pat mosi në dorë. Asnjë lek nuk i ke dhënë, goca është e rritur, asnjë lek nuk i ke dhënë. Asnjë lek. Të lutem për flas me Odet një vetë. Pse nuk ja dhe? Pse nuk i pagon? Të ka thritur ish bashkëshortja. Safet, të ka thritur ish bashkëshortja në këtë emision. Pse nuk ja pagon Odeta që të flasësh me Odetën, sepse ndonjëherë ngatërojnë njerëzit. Odeta nuk është as gjyqtare, as psikologe, është gazetare që zërin e çdo kujt që vjen dhe trokete Odeta Dume do dali publikisht.
Kështu që të ka thritur zonja, zotri, përgjigju zonjës, po Odetës. Gocë e vogël, këtë tha babi, tha unë do veja parat, ke goja më duan 1.400.000. Sa lek e ke dhënë gocës, pse s'ja dhe? Të dishi unë në Tiranë kam ne të 2 muaj edhe ditë. Ore, po them për gocën e vogël. Prit një, durosh. 2 muaj edhe ditë, ti orë maskurizi, i betuzës për dita 50.000 lek edhe atime e spitalit. Thua jo. Çfarë i ke bërë sa gocës, çfarë i ke hequr? I lije për ditë, nuk i lije për ditë. Kujt ja lije? Asnjë lek nuk i, asnjë lek. Mirë, dëgjoj pak, o Safet dhe Florika, sinqerisht, ju jeni 2 prindër të pikolluar, që keni humbur një vajzë 25 vjeçë nga kjo jetë. Dhe është turp në një transmetim live të kujtoj babaj dhe nëna, po babaj që ju po e bëni Safet, që unë i lash kaq lek vajzës, për kaq është turp i Zoti dhe ma beso. E ke për detyrim, ore zotri, si ishte vajza juaj, duke vuajtur në spital dhe ndroi jetë, dhe sot i kujton parat që ke shpenzuar për atë vajzë. Është e turpshme. Më vjen turp t'ju ndaloj. Sot ndaloni dhe mos flisni për viktimën. Është e turpshme. Bërë varrimin e gocës, është e turpshme. E kupton çfarë po bëni? 2 prindër në moshë, thërritini mendjes, dini në për transmetime dhe bëni këto lloj skandale. Unë nuk kam ardhur për këtë, unë kam marrë për detyrimet e gocës vogël. Është turp me përmend gocën që ka ndërruar jetë, është turp. Është e turpshme, sinqerisht, irritohem dhe ngres zëri që s'duhet ta bëjmë një transmetim. Duhet të flas apo vetëm ju, vetëm mundën ta mbyll telefonin fare. Zoti Safet është e drejta juaj, mund ta mbyllësh telefonin, unë me zonën nuk mbaj në lidhje telefonike. Se mund të them unë aty e bërë varrimin e gocës time, është i dashur Safet, kjo nën mund të shkojë te zyra përmbarimore dhe merret zyra përmbarimore me ju, me ekzekutimin e atij vendimi gjykate. Nëse ti nuk ke të ardhur zoti Safet, jepi të drejtën kësaj nëne të ketë një prokur dhe të vazhdoj jetën të rrisi vajzën, se ju para nuk pagoni dhe nënës nuk jepni mundësi të jetoj. Dhe ky është problemi më i madh i çifteve në Shqipëri. Ajo duhet ju. Urdhërosë nuk u dëgjova? Ajo duhet, prokura. Zotri, unë nuk jam pro që një fëmijë të ndahet nga babai, por në momentin që një baba nuk pagon, ka 3 vite që nuk pagon para për atë fëmijë, dhe ajo nën sakrifikon dhe nuk ka ku gjej para, i detyrohet të emigroj për një jetë më të mirë, jam pro zotri. Dhe në të tilla kushte, kjo nën i drejtohet gjykatës dhe e merr atë të drejtë pa firmosur ti. I dini rregullat dhe ligjet? Jo, unë nuk mësoj, fol me avokatin tënd, që ti dish disa gjëra, sa i fëmijë nuk do vdesi për bukë, ai fëmijë mund ketë nesër nevojë për mjekim, mund të jetë sëmur, dhe ti nuk do ta lësh fëmijën të vdesi. Po, para një muaji kanë çuar për vizitë, pse s'u përgjigj ky? Ai fëmijë ka shumë nevojë. Fëmijë kur ka qenë te unë në gjotë. Po ti thu se kam sjell këti, kur pas ka qenë këty? Ti the sa the se kam sjellur, po ti tani para pak muaji ishe ke shkollë takove. Aty lloj kopsin veçan ajo. O Safet dhe Florika. A vetëm e mirë të makina në mirë se të të shkollë, në shkollë e bini të shtëpia, çocën. Se të më ndrojë unë çfarë do të bëj? Le të vinte, kërkoj një përballje me ty a. Për mua nuk është e lehtë që të vi 3 herë në emision, kërkoj një përballje me ty a. Je aftë të vish këtu? Në gjykat. Këtu. Uaj të përballem në gjykat bashkë. Po pse ke frikë këtu? Unë kam frikë. Po. Hajde përballu këtu. Që e të thame, që e flet me të ai. Hajde përballu. Pse i në Maqedoni? Në Maqedoni do ta unë. Ja, do të hash vetën ti, po goca që është e vogël, nuk do të haj ajo, ë? Vetën ti do të hash. Në gjë lebe se të vinë në makina vetë në plote, i kishe në katëranë. Po qa po thua, ti nuk... Vajten gjukat, desha me ike, ma puna jote. Safet, nuk arrini do të gjeni një gjuhë të përbashkët për hir të fëmijëve. Gjuhë përbashkët e kemi, dojë ashtu deturimet për kur nuk ja, për arsye se fëmijët e mi, njëtë rrugët, njëtë e motre madhe e kësaj, një qoni njëllë të modre të dyta. Gotë, kalamajt e madhë janë të rritur, janë mosh mallore, i këtë të duha. Nëse ti do pagosh detyrimin ushqimor, nëse ti do pagosh detyrimin ushqimor dhe do jesh një baba i rregullt me pagimin ushqimor, kjo nën nuk ka pse të marri rrugët e Greqisë dhe Italisë. Dhe të punoj nga mëngjesi deri në darkë. Ja kam mësuar se ja kam mëguar dhe kam mesazhe të shkruara.
Zirë numër Safet, ti mund të dërgosh shumë mesazhe, Safet, por 3 vite flasin fakte që ti s'ke paguar, Safet. Ku pretendon ti? I kam në dorë, të lutem. A të të bëj një pyetje? Qa do bësh mas një viti ti? Tje ke shkrojtur, do shihni mas një viti vetëm po vdiqa. Qa do bësh mas një viti? Dua ta di. Po, mas një viti do marat mashtru dhe tje që muar atë të cusën, që ma muar dhe tje në kevari, e gjurë të mbres. Ku e qunë gocën? Pse të mashtruam? Për shfar të mashtruam? Se vajtë e moja e motre jote në të E po ti shfar do bësh, si do të nxjerrësh ti? Po qesh gjallë. Ose do po diqe nuk e di, po qesh gjallë ka dhe në vetën, nuk e ka në atë ku... Po goca ishte me mua, si ishte me ty, a? Pastaj ti e di, po ti e di gocë... Qa pretendon, Safeti? Ti vazhdo mas ligjin. A i pretendon të zhvarrojës gocën që ka vdekur, edhe ta qoj atje Safeti Florika, ju lutem, ju a them me shumë zemër të pastër. Vazhdo mas ligjin, më zoj, unë me ty përballën me ligjin. Hakmarja ndaj njëri tjetrit, është ka që madhe ndaj jush, sa ju kujtoni vajzën që ka, sa muaj ka vajza? 5 muaj. Ka 5 muaj që vajza është larguar nga kjo jetë, dhe unë nuk e di, do me thënë, sinqerisht nuk e di që një baba dhe një nën të flasin ende për një vajzë që 25 vjeç në kulmin e moshës ju largua. Ore, më dhëm mua zemra kur e dëgjoj si histori, je baba, Safet. Pastaj, unë i kam mesazhet këtu, ja ku i kam që i ke thonë gjej baban të nuk e i... Unë besoj që kjo dhimbje që ura, ta kthenit në forcë dhe të gjenit mënyrën për të folur dhe për të rritur një vajzë që keni 11 vjeç, që është me trauma nga gjithë kjo histori. Ju vazhdoni dhe akmerin me njëri tjetrin, vetëm ku e ku të nxirrni figurën më keq. Ti thni bart me njëri tjetrin. I kam shkuar vajzës para një muaji në te shkolla. Po ti thua s'ma ke lënë të takoj? E mora nga shkolla. Safet, nuk kam shumë kohë televizive, Safet, dhe nuk mund të mbaj gjatë një lidhje telefonike, sepse ftesën ta bën të ishe në studio dhe të kishe kohën tënde të plot, por po të pyes dhe njëherë publikisht, je i gatshëm të paguash detyrimin ligjor që gjykata të ka dhënë për vajzën? Do ta paguaj. Do ta paguaj, por kam pas tash që kam qenë me shumë me borxhe për arsye se kam paguar edhe 12 tjera sa të çunë ka. Ata janë në moshë. Po kjo është një përgjegjësia jote, të lutem, se je ti me borxhe, ai fëmijë do të hajë. Janë në moshë madhore. E dashur Florika, një mesazh të fundit që do t'i japësh Safeti, sepse më duhet kaloj në reklama dhe nuk kam kohë televizive. Nuk donte të vite përballë fizikisht, i ke zëri. Po, të paguaj detyrimet e gocës, ai sa i ka dhënë gjykata. E para, e dyta, mos më mbaj kalamajt në përgoj, mos i shaj, mos i thëndoj mua, edhe familjen time. Vëllezërit e mi, motrat e mia. Odeta. Po, Safet. Nga nesër, ka të kemu si... Edhe të mja prokuror në gocës. Do t'ja prokuror të gocës nuk t'a japë se një ama përmëndaj e tjetër, përmëndaj e vend tjetër. I di shumë mi ato, dhe prokuror e të se merë me gjyq. është drejta e Florikës. Do të paguaj. Atere, ju e thatë publikisht që je i gatshëm të pagosh detyrimin ligjor, që është një detyrim ligjor, po e thoj publikisht të gjë, mbetemi në kontakt dhe uroj që premtimet e dhëna ti mbash në transmetim. Të falenderoj, Safet, të falenderoj. Më mirë kupto, nuk ka më kohë televizive. Të falenderoj për këtë lidhje. E dashur Florika, e kuptoj që edhe për ty është kosto të udhëtosh sërish të vjen në Tiranë. Ai premtoi që do ta pagoj detyrimin ligjor. Ka rrugë të tjera ligjore për të arritur ato që ti kërkon me të drejtën tënde si një nën që je vetme dhe je kujdesur për të gjithë fëmijët pas divorcit. Kështu do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Ne do të vëmë dispozicion edhe numër të juristeve, avokateve që ne operojmë të ndihmojnë nga ana ligjore dhe u bëft më mira për ju, për 3 fëmijët që kanë mbetur. Faleminderit që të pata në studio. Mirë, do të kalojmë në reklama dashur miq dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miq, ku në këtë pjesë të dytë do sjellim një tjetër histori të dhimbshme, një 35 vjeçare nga një fshat i Lushnjës, quhet Majlinda Deneku. Në fakt Majlinda me nanizëm ka qenë përpara disa viteve në studion time, e cila tregoi se si ishte bulizuar kur ishte fëmijë për shkak të pamjes, por e arriti që atë dhimbje ta kthej në forcë dhe të ecte përpara. Sot në moshën 35 vjeçare ajo ndihet
e braktisur. Askush nuk i hap derën për ta ndihmuar dhe në kushtet në të cilat ajo jeton. Telefonoj në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe këstërja ime Ersela Malaj u nis me njerë drejt fshatit në Lushnjë ku ajo jeton dhe dua ta ndjekim këtë reportazh të dhimbshëm të kësaj 35 vjeçare dhe rikthehemi në studio. Në fshatin e harruar Deli Dufaj në Lushnjë, jeta e Majlinda Deneku, 35 vjeçare, është kthyer në një betejë të përditshme për mbijetesë. Ajo jeton mes mureve të rrënuara të një shtëpie pa kushte, ku çdo ditë është një përballje me urinë, varfërinë dhe vetminë. Majlinda rrëfen se jetonte me nonën e saj, por prej kohësh ajo ka nisur të sillet çuditshëm, duke dalë natën drejt varrezave. E tronditur dhe e pambrojtur, Majlinda është detyruar ta dërgojë nënën tek motra, ndërsa vetë ka mbetur e vetme në shtëpinë që mezi qëndron në këmbë. Sa kohë ke që jeton në këtë zonë? Këtu kam 35 vjetë, për që jetoj vetëm kam mbi 2 javë, sepse mama ka kaluar, edhe vete në Varreza natën dhe sqerin, dhe me thënë ka kaloj smundje. Unë nuk e ndjek do, se unë e me protezë, nga këtu. Nëna ku jeton? Jeton me motrën, se shumë keq. Dua spitalin ta kem afër. Nuk kam as shtëpi këtu afër, as makina, as ambulanca nuk do hyn këtu. Ajo thotë se bashkia nuk i ka ofruar asnjë ndihmë. Jetesa e saj mbështetet vetëm në një kemp për 130.000 lekësh, që mezi mjaftojnë për ilaçe dhe ushqim. Nga bashkia çfarë ndihme keni marrë? Asnjë lloj ndihme, vetëm thjesht kam bërë 3 dyer, kam bërë 2 tavane me plastike, asnjë gjë tjetër. Na kanë thënë nuk bëjmë dot gjë. Pra ju ushqeni dhe jetoni vetëm me lekët që merrni nga kempi? Nga kempi. Me ato çfarë do bëjmë përpara? Do marr ilaçe, do paguaj ujë drita, do paguaj internetin, do ha do pi termuin, apo do shkoj në vizitë. Proteza ime do riparim. Ku t'i gjej unë lekët? Dhe me Për të gatuar ti gatuam këtu. Gatuaj këtu dhe me frikë se mos më zakorendi, sepse telat janë zhveshur. Ju thash, me 100.000 lekë. Këtë e ka bler mami para 3-4 vjetësh, që kundroi jet babi. Po patjetër, ja u tregoj. Fletë këtu ma këtu. Po, ja siç është krevati, janë shtreset, ja me ilaçe siç e shikoni. Ilaçe për çfarë i merr? Për dhimi këmbësh. Nuk kam mundësi, nuk mundem dot më. Ditët i kalon më urinë, duke mbijetuar me atë pak ushqim që i ka mbetur, një pastiqe gatuar prej 4 ditësh. Kuzhina është këtu, na janë siç i kam larë, me dorë i kam larë mes çipik mjezit. Janë aty. Nuk e shkëseritur aty. Ke një çesën ti këtu që ti lash? I laj të jashtë, te fëqia. Nuk kam çesën brenda. Kam bërë pastiqen që kam 4 ditë aty dhe të bëha. Që ka qitë, nuk kam mundësi më, nuk mundem dot më. Nuk mundem. Nga bashkia nuk keni marrë asnjë ushqim? Jo, asnjë gjë, nuk mundem dot më. Ilaçet prap janë. Kam marrë ilaçe për zemrën. 35 vjeç mund të pi ilaçe për zemrën. Këto ilaçe i paguani? Apo I paguaj, nuk marrë me rimërsim fare, unë asnjë gjë. Nevojat personale i kryen jashtë, në një ndërtesë të rrënuar, pa tavan e pa derë, mes frikës dhe shiut. Po për nevojat personale, për të larë, si atë? Për të larë laj me govat këtu. Në govat. Po ati kjo është atje? Atje, pa tavan, pa shumë mbulirë, pa derë. Si atë bënë? Me keq. Natën marë një janë të vjetër, kokë të vjetër më mush me ujë, bëj urinën të nesme në dërth. Dëshira e saj është e thjeshtë, por e madhe në zemër, një shtëpi e vogël me pak orendi dhe më rëndësishmja afër një spitali për të dhe nënën e saj. Si është kërkesa jote? Kërkesa ime është të ikë nga ky fshat, të gjej një banesë, edhe të kem pakun dush, lavatriçe edhe lavaman brenda, pakun të kem një dhomë për të pus kokën, se jam krejtësisht e vetme. Në fakt është e dhimbshme, teksa dëgjoni 35 vjeçare, e cila kërkesa e saj është të kishte një lavatriçe, një dush dhe një lavaman, pasi kushtet në cilat ajo jetonte, tregonte varfërinë dhe e vetme në atë shtëpi, në një fshat të braktisur, kishte frikë të jetonte dhe kërkonte ndihmë. 35 vjeçaria, pikërisht Majlinda Deneku, ndodhet me mua dhe unë dua ta ftoj. Dashur Majlinda, si je? Mirë, juve? Të falenderoj që arritet të vije sot në Tiranë me gjithë problemet e mundshme që ti ke, të ndihmoj. Unë falenderoj juve dhe stafin tuaj, stafin Pa Gjurmë.
Dhe e dhimbshme është teksa të shikoj këmbën, një protestë që ti ke në atë këmbë dhe ka ardhur momenti të ndrohet, sepse është kritike për këmbën tënde. Maj Chelsea me vete që i shtrëngoj videt. E kam në çantë Chelsea. E maj kudo që vete. Pse nuk e arritur do ta bësh të operacion? Jo nuk kam arritur, liroj videt. Dhe ti me një Chelsea i shtrëngon këto vida. Por ajo protestë që ndodhet brenda këmbës tënde ka ardhur momenti të ndrohet. Po. Se nuk është normale që ti në çdo moment të mbash një Chelsea dhe të montosh vidat që ke në këmbë. Kjo nuk është normale. Gati që kur e kam vënë, gati mos them që 2022, më falin, 2022 që unë marr Chelsea me vete kudo që vete. Majlinda, jo çdo kërkesë që vjen në studion e emisionit Pa Gjurmë, ne kemi mundësi t'i realizojmë. Normal. Por, të them publikisht dhe me zemër të pastër, që do lidhemi me spitalin ushtarak, aty kemi mjek shumë të mirë, dhe flas nga eksperienca ime familjare, persona të cilët kanë pasur probleme të tilla me këmbë dhe kanë bërë operacion dhe kanë gjetur një zgjidhje, sepse ai aparati, mekanizmi që vihet brenda këmbës, nëse blihet në rrugë private, është një kosto goxha e madhe që ti nuk ke mundësi, por të premtoj publikisht, së bashku me Erselën, do bëjmë gjithçka për të arritur, pas një lloj pagese, për të gjetur dhe atë aparat dhe të kryet ai operacion që të paktën ti mos kesh probleme më me ecjen. Shumë faleminderit. Në ditën e vijimit do të vazhdojmë dhe ta premtoj, sepse është e dhimbshme e gjithë historia juaj dhe teksa shikoj këto plane që ti jeton kështu. Dhe mbi gjitha e vetme. E vetme, madje sot i kam thënë motrës, sillë mamin sa të gjej një banesë, mëse në i mere sa unë nuk e ndjek do të deta. Ngrihet natën do t'i në Varreza, ngrihet natën dhe sqerim për të vdekur. Na ka probleme me shëndetin e saj mendor. Nuk mund të themi ka probleme me shëndetin mendor, por edhe skleroza bën të vetën. Dhe ti nuk mundesh do të kujdesesh për shkak të problemeve që ke. Nuk mundem dot. Unë s'jam aftë për vete jo me... Por Bashkia e Qytetit nuk ka ofruar asnjë lloj ndihme, ke trokitur? Kemi trokitur, në ka ardhur një letër që gjeni donator për të riparuar shtëpinë, dhe ne do të paguajmë për një vit bonus që ranë në një banesë sociale. Po ç'më duhet më banesa atje me spyllit ku jam unë? Se ti ke frikë të jetosh, vetëm. Unë flem me gërsirat, unë kam 10 ditë, më vinë çakejnë të uqrit të dera. Ma i qenin quar. Mundësisht kam marrë dhe qenin 2 net brenda. 2 net e kam marrë unë qenin brenda. Unë duhet ikë nga jo. I bëj thirrje Arber Hajdarit, fundjavës ndryshe, të më ndihmoj me një banesë. Nuk kërkoj gjë, thjesht një banesë të vogël. Pa hyrë në emision, ma kërkove që t'i bëj Arbrit fundjava ndryshe një thirrje, dhe padyshim që çdo njeri që vjen në këtë studio është i lirë të flasi dhe të kërkojë atë që dëshiron, se kjo dritare për këtë është hapur që zëri qytetarit të dëgjohet. Arbri është një mik shumë i mirë i Report TV, i emisionit Pa Gjurmë. Arbri është një djalë shumë i mirë dhe unë e përshëndes. E kam shumë zemër. Arbri, i cili historikisht sa herë që i kam shkruar, i kam kërkuar ndihmë për rastet që kanë qenë këtu, stafi i tij, pa kaluar 24 orë, ka dërguar ndihma dhe i kanë ndihmuar me kërkesat që kanë bërë dhe ndoshta pa u bërë gjërat publike dhe për të bërë falënderime publike. Por ti drejt për së drejti kërkon ti bësh këtë thirrje Arbri, që jam e sigurt që do të dëgjoj. Po, unë kam shumë për zemër, e dua shumë, vetë është një djalë shumë i mirë, edhe jam krenare që Shqipëria jonë e bukur ka një djalë si Arber Hajdari, të më ndihmoj me një banesë të vogël. Nuk kërkoj një hyrje të madhe, thjesht një hyrje 1+1, të pak më të fus kokën. Rri me frikë atje. Fshati, le të themi, shumë familje janë larguar? Aty ku jemi neve, nuk... Do të ndihmoj unë, mos lëviz fare se ke këmbën me probleme, por jemi në këtë transmetim live dhe jemi përballë njëra tjetrës, do të ndihmoj unë, po? Edhe atje ku jemi neve, do në të gjyshi atëre, i thoshte babi që bëhe shtëpi me sugarit. Jo, dua të them që shumë banor nga i fshat janë larguar siç ka ndodhur në gjithë fatkeqësisht në gjithë Shqipërinë. Në qendër të fshatit nuk janë larguar. Por aty ku jeton ti? Aty 2-3 familje jetonin. Njëri ka ikur në Greqi, njëri jeton, të tjerët kanë ikur, edhe kanë lënë tokat pa punuar, është bërë ferra, kallem, është bërë pyllë, edhe qajnë e gërsirat, unë kam frikë natën. Është e dhimbshme e gjithë kjo që po dëgjoj. Realisht më vjen keq që është ky largim masiv
Patjetër, largimi masiv i shqiptarëve jashtë Shqipërisë dhe mbi të gjitha më e dhimbshme është e dashur Majlinda që ke ngelur e vetme në atë fshat, në atë lagje dhe ke frikë nga egërsirat. Unë dua t'i bëj një thirrje në këtë momente Bashkisë të Qytetit të Lushnjës, jam e sigurt ata kanë një zyrë të posaçme që monitorojnë historitë e tyre qoftë dhe nëpër media, i bëj një thirrje publikisht për të marrë masa dhe për të ndihmuar këtë 35 vjeçare e cila është me nanizëm, ka probleme të shumta me shëndetin e saj, me këmbën, por edhe probleme shëndetësore. Një 35 vjeçare që mjekohet me ilaçet e zemrës, me shumë ilaçe për dhimbje për këmbën dhe nuk ka para t'i blej këto ilaçe dhe nuk rimbursohen. Kështu që i bëj thirrje që të marri masa ndihmë ekonomike për të 35 vjeçare të vetme. E dashur, nuk do të mbaj gjatë në këtë studio. Besoj që ai reportazh që Ersela solli ditën e sotme i tha të gjitha çfarë duhesh thënë në këtë transmetim, por edhe ti e ke një mesazh për Bashkinë e Qytetit të Lushnjës, por edhe për qytetarët që na ndjekin, sepse ti më kërkove që kam dhe një numër llogarie. Po kam 3, një në euro, një në dollar, një në US. Një nga këto numra llogarie, ne do ta publikojmë me titra në këto momente, regjia do na ndihmoj, Ersela i ka këto numra llogarie për t'i bërë publike me titra që kushdo që është duke na ndjekur dhe kërkon të kontribuojë qoftë në shuma modeste për këtë 35 vjeçare me Majlinda Deneku mund ta bëjë në këto momente. Dhe e mbyllim me mesazhin tënd dhe do vazhdojmë në ditën e vijim dhe ajo që është më e rëndësishme është shëndeti, që unë publikisht të premtova që do bëjmë gjithçka që ai mekanizëm në këmbën tënde të ndryshojë dhe ti të paktën të mos kesh dhimbje. Kush është mesazhi? Mesazhi im i them Bashkisë Lushnjë, të më ndihmojë me një banesë të vogël. Gjithashtu edhe për Arbër Hajdarin të më ndihmojnë me sa do pak që të mundet, me heqë sa më shpejt nga ajo banesë sepse është të merr një vërtet dhe gjithë shqiptarët të më ndihmojnë me sa do pak që unë të shtyp fundin e muajit. Dhe uroj sinqerisht të bëhet më e mira për ty e dashur Majlinda Deneku dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit. Mirë, përpara se të vendoset sigla mbyllëse e programit të ditës sotme, unë dua të dashur miq të ftoj të ndiqni një këshill mjekësore, bëhet fjalë për prostatolin, është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon në problemet e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe bashkë ne do ritakojmë nesër me të tjera histori. Mirupafshim.